Përshëndetje miq, unë jam Silvana Bushati, sot jemi në Qesh për të qeshur. Sot ndodhemi në ambientet e sofrës Hariut, unë duhet bëj një përshëndetje shumë madhe për ta për suportin që po m'japin gjatë gjithë këtij sezoni. Me mua është Fiorentina Alili, ka qenë pjesë e Big Brother, sigurisht që e njihni të gjithë, por jo dhe vetëm kaq, sigurisht që është pjesë e ekranit e vazhdueshme në debate, por edhe në tema delikate. Me mua sot është edhe mesfushori Abbas Karakaçi. Faleminderit edhe ti që je me mua sot. Faleminderit, se më mirë se gjeta, se pak kam shtëpi, më ndoli edhe këtu. Ka më mirë më të marri gruaja intervistë. Po. Në fakt, unë nuk doja ta prezantoja si bashkëshor tim, se nuk ju njohin hiç pak. Vetë foli. Po faktikisht nuk ju njohin hiç ju vetëm. Është diçka e re. Fiori, çfarë ndodh me jetën tënde? Do jesh pjesë e Big Brother, ke marrë ftesa? Po jo, ftesa nuk e se ka marrë, po zakonisht të gjithë më pyesin. Fior, do futesh të vit, se po të shohim shumë shpesh në për intervista, më thënë. Pse kur del në për intervista dhe thënë që duhet të fusin në patjetër në Big Brother? Të bëjnë nxemje, Jo. Deri tani s'm ka ardhur si ftesë. Kur të mvi, shpresoj të mvi, sikur, edhe pse jam bërë për zgjedhjet. Nuk do ta refuzoj. Se për ju gjithë Fiori ka qenë edhe opinionistët e fermë. Një herë kam qenë atje. Një herë vetëm? Një herë më thritën. Pastaj ka qenë një periudhë që unë nuk paradilja shumë shpesh në për intervista dhe për hatër, duke qenë se s'kisha qenë asnjëherë në Vision Plus, thash okay, po pranoj. Ishe në fazë romantike, dashuruar? Jo, isha në fazë ndarje. Ja, haca ashtu. Abbas, ti tashmë je pjesë e beslidhjes. Gjithashtu je edhe kapiten. Në çdo ekip që ti ke shkuar ke qenë kapiten. Kush është gjëja që të shtyn më shumë për qenë një lojtar gjithmonë në qendër vëmendjes? A ke ti një shtys? Për shembull, unë gjithmonë kam fëmijët e mi, kur më shikojnë në ekran, sigurisht që unë jam më fani, gjithmonë më e lumtur. Unë gjithmonë kam qenë kapiten, por që nuk do të thotë diçka që është një shtys shumë e madhe, se Isoj je si gjithë tjerë, ke pak përgjësi për grupin kur jem në fushës lojës. Shumë përgjësi, jo pak përgjësi. Unë jam një lojtare, sigurisht ti je lojtar, por ti je kapiten, është një përgjësi, por edhe privilegj. E vuj gjithmonë këtë pjesën që ti s'më më marru deri në fund. Na nxorit palarat të shtëpisë. A, të vi dhe unë bëjmë kapiten. E vuj gjithmonë këtë pjesën që s'më më marru deri në fund. Nuk e kam një lidhje shumë veçantë me futbollin. Po, tash unë futbollistat janë pak djemë të mirë, por që edhe nga s'mujnë vajza rrugës, e kupton edhe ti mund të kesh pas në një si punë e kësaj. Po, shiko, unë jo më shumë para se të vije ti, po diskutoja me Silvanën edhe thash kam bërë një story për atë sa kohësh, edhe si nuk doli një futbollist i huaj që të më shkruaj edhe të më shikoj storyt, po vetëm ju këtej nga Shqipëria o burr, s'ka lë futbollist shqiptar pa më shkrujt edhe pa më pas story. Ne shqiptarët e kemi pak gjaku në omël edhe nuk do në mënajt aty ku kemi qef një, por që janë disa futbollista që e teprojnë me ngacmimin, si shte edhe pak më porë. Po, shkruajnë ato, po varet pastaj, i seleksionoj unë, jam qik selektive. Unë për shembull nuk më ka seleksionu si më. Po mirë, pra mirë. Po mirë, po tani qatë bëjmë ne? Tani unë i bëra gol, se ky mbat për kapiten, po unë bëra gol me të pare në shtëpi. Po edhe mua ma kam bërë goli. Ashtu? Me të pare. Po nuk zjati shumë. Nuk zjati shumë, zjati, po jati shumë. Si që jeni ju të dy shumë të martuar. Edhe me fëmijë. Po ta shikosh që i kam bërë 2 gola. Ke bërë, Dy e keni bërë. Se po kalonin që kështu në siklet, kotu në qojmë tike, më. Qojmë tike. Vazhdo. Por ta bërë më serioze që ndrojmë tek kapiteni. Po jo, po ti është kapiten, nuk është është diçka me wow, por që ke përgjithësi pak më shumë se tjerë, kur je në fushën e lojës, edhe je i tërë njëri i dytë aty në fushë. Duhet gjithmonë me të respektu njerëzit, lojtarët në këtë rast, edhe duhet jesh shumë korrekt edhe ti me ato edhe ato me ty. Duhet kërkosh sa më shumë fushë, sepse kur futesh me lutë futboll normalisht që janë 2 ekipe që të 2 ekipet dojnë me fitu ndeshjen, ai që i bën smetin punës, ai që Tash ti merr pjesë ata lojtarët që rrinë bëjnë follow që shohin storyt Fiorentinës?
Apo je tek ta Të lojtare? rejtën, Fiorentinën e kam bë follow prej teje, sepse më ke... Kjo është e vërtet. Edhe unë jam kthyer. Edhe kam kënaqësi bilet që e kam follow, se është një vajzë për të marrë shembull e vajzë shumë e mirë. Unë e shoh Unë e shoh story Fiorentinën se e kam follow prej teje. Hajde një mësuar për Fiorentinën. I do hysh shkes për mua. Edhe i shkes. Do hy më shkes për mua. Do hymë në vend, po ja ta gjejmë atë që të Sot të pëlqen ty. gjejmë lojtarin e duhur. Lojtarin e duhur dua unë, më të mirë. Në sfushore përse. Jo, mua më pëlqen Sulmuos. Që mu merrem me sfushor më mirë se do e kesh për shumë gjatë. Si? Me sfushor do e kesh për shumë gjatë, se musat janë sa për gola. S'ka gjë më. Bëj unë gjërat e tjera. Pun kena orë na me të bëhet ty me qesh. Për ne thashim se një futbollista unë këtu, se i rregullon lale. Gruan këtu e ke, kështu që po ta jap unë. Ja, për shumë, po tisha në vendin e këtij nuk do ta pranoja. Tash të kesh burrin tavolinë të të shërbej komshia vetëm takon dot. Ha? Po që ta marrë këshat. Fiori, një figurë e Big Brother që për ty ka qenë historikisht antipatike. Duhet ta them? Duhet ta thuash. Unë prandaj të kam ftuar sot, domethënë kam ftuar dy personazhe që i kam aq shumë afër, këtë e kam në shtëpi, ty të kam një mikesh të vjetër. Kemi qenë edhe komshi, një kat më lart, një kat më poshtë. Po, e vërtet Kush me është. qenë me lartë? Po, unë kat 5, Unë se kat gruaja katërt. unë kat 4. Jo, unë kat 6, ti kat 5. Nga 34. Se është me shtesë pra. Unë kam shumë, por personi që unë kam pasur më shumë antipati, mund të them nga ato që kam qenë unë vetë, apo nga këto që janë tani. Tani ato që kanë qenë janë harruar, pak a shumë janë figura që nuk janë më pjesë e ekranit, po themi këto që jemi tashmë. Tashmë. Kush ka qenë herën e fundit tani? Memoria zero. Më jepni pak kohë. Unë e kam pasur një, po nuk se kam pas antipati, thjesht nuk më pëlqente. Për lojë ka qenë i pari, po që nuk më pëlqente si person. Domethënë, ka qenë Luizi, po nuk pavarësisht ai ka qenë asi asaj loje, dhe unë gjithmonë e kam thënë që Unë duhet ta përshëndes, ai ka qenë i preferuari im dhe sigurisht ne kemi votuar gjithë. Prandaj e bëre gjithën këtë ty që ti. Mund të them dhe i tjetër. Ty. Ja, për shembull këtu duhet kundërshtonte edhe Abazi sepse e ka patriotë edhe unë do ta pranoja po të më shaje Sali Berishën për shembull. Edhe unë do ta pranoja po të më shaje Edi. Kështu që jemi të dyja në të njëjtën. Unë i pranoj Riorinit është në për aq kohë sa nuk më shani mu, jeni në rregull me mu. Por Luizi ne e shohim ai bën lek, ne e Jo, shohim ai bën lek. unë nuk po e shaj, absolutisht, se shiko, do jenë edhe tituj të shkruar në filania e shajti, e ofendovi, nuk e pëlqen. Unë thash, nuk më ka pëlqyer si njeri, po për lojë ka qenë i pari. As për atë lojë ishte ai. Absolutisht nuk kam asnjë lloj. Unë them që për atë lojë ai do mbajë rekorde edhe për rekorde dhe edhe po të futet prap, ai prap e fiton, domethënë me atë lloj inteligjencë që ka. Thjesht nuk kam pasur kimin, siç kam pas kimin për shembull me këtë them me Romeon, apo siç kam pas kimin me Gjestin apo me Rozanën, që më pëlqente që unë i shikoja, kisha kënaqësi ti shikoja në ekran. Kisha atë kimin, kurse me atë nuk e kisha kimin, thjesht më pëlqente në lojën që bënte. Nëse pjesë e Big Brotherit, me Jozin, me Luizin dhe me Gjestin. Urdhë. S'do ta merrja fare përsipër. Pse? Të fusja. Pse? Po se unë njoh veten time, do t'i fusja një 2 grushta të treve aty. O zotë. Edhe do dili. Pse mua e shembull Jozin, Jozi s'ka qenë ndonjëherë as finalist, as s'ka shku deri Ka në qenë fund. finalist, Po ka Jozi. qenë finalist i 4, i 5. Jo, ka qenë në gjysmë finale, më fal. Gjysmë finale. Po pra, po s'ka qenë edhe finalist me thonë që më mojt mend. Jozi nuk se mojt mend për në Big Brother. Për grusht. Për grusht. Tani Jozi, ma të shpullën, ma mërmëndje që dëmbat më në qatë. Po ti bravo Edhe i për shoh. zërin e ti që e ka fantastike dhe unë jam një nga të vajzat që i dua këngët e ti. Po edhe unë ja pëlqej shumë, ja dëgjoj. Realisht, ja dëgjoj. Por këngët, jo se më pëlqen personi. Hajde gëzuar.
Mos ma shani Jozën se Po nuk e shajm. do ta kem ftuar javës tjetër, do i them që t'ju shaj juve të dy. Ai s'mje fare më. Kur nuk njeh ty, as Unë kam 10 vjet që kam kalu ka ikur ajo e Big Brotherit Po tim. Jozin për te edhe njoh, s'asën se vetëm kështu si emër, se Ç'kemi mirë, Shabone. Os Shabone jo, se si nuk kam pse me juve jeni këtë vit në kategorinë e dytë. Pretendoni që t'jeni së shpejti kategorinë e parë? Po pretendojmë se përderisa jena në vend parë, bëhet gjithë investim. Normal që pretendojmë. Varet gjithçka nga investimi apo Gjithçka nga ju investimi. jeni sigurisht jeni dhe lojtarë të mirë, por derisa pretendoni, nuk është vetëm investimi në ekip. Derisa ko borë, ko hell gjithë ato lek, normalisht ko ofru lojtarë të mirë. Kur ofron lojtarë të mirë, Mirë, ne kemi edhe flamurtarin me vite, hodhi lek i shkreti këtë vit me zor, unë gjithë në Superligë. Ju jeni me Lezhën, po. Lezhë Beslidhja. Beslidhja është gjysma shpirtit tim se vajta punova këtë sezon. po edhe po, edhe Fiorentina punën atje. Lidhje interesash. Jo, ne jemi... Do bëhem me Lezhë me Beslidhje. Jo, ne jemi pretendent kryesor, normalisht edhe vitin tjetër, besoj që po dalim këtë vit që nuk mund ta llogarisim, edhe vitin tjetër besoj të jemi pretendent kryesor për të ngjitur në Superligë. Fiori ke luksin që më qënë se ti the në preferencat e mia janë futbollista, është i bësh një pyetje jashtë meje, sepse unë jam me familjes dhe ndoshta e kam më të vështirë. Tani do marrësh ti rolin e moderatores. Ç'ti them unë, ku di unë, nuk e kam bërë Hajde, ndonjë. tregoj jepe çik veten që je një e zonja për të bërë një pyetje. Vallai për zotin nuk jam fare Silva, nuk ta kaloj Fare? fare te kjo pjesa. Fare? Ça Okej. pyetje. Hajde. Vetëm po ndihmove ti çik jashtë kamera. Jo, ky është një emision pas kalet, pas çdo lloj gjëje ndodh aty për aty. Po s'di ç'a pyetje ti bëj për futbollin, thotë ti bëj. Ç'të duash? Ja do vinë stadium. Ku di unë, më pret mua në stadium të vi të shoh juve të Beslidhjes aty e pastaj mbas e gjej ndonjë burr aty Silvana martohem. vjen javë për javë, vajteni bashkë me Po, Silvana. mbas e gjej ndonjë burr martohem. Zoti madh, një bilet falas. Do dal aty me atë emrin tënd. Si persona Ah, VIP që bazi. jeni do t'ju fusim tribun ti. Po normale, Oh, se ç'a në kujtove tribun ti? VIP. Pse më ç'a kujtove ti se do rija te këto stolat çun? Jo, jo, ata këto stolat me ngjyrë kuqe. Ose aty poshtë fare me ju. Aty s'len. Ku rrini ju? Aty s'len sa është me protokollat. Pankina. Te makinat me ju. Mos them që dal si arbitri, se këtu ti atje. Është me shkruar më ajo. Ose do bëjmë ajo infermierja ku vritet ndonjë. Fizioterapi. Do shkoj aty ku brave. Na mungon kjo. Më kapi ngërçi. Doktoresha ekipit, shofjori ti me këtë rast. Mirë që erdhe në emision, po gjet edhe një vend Po pune. normal. Janë me mungesa. Kemi mungesën atë fizioterapistin e kemi. Mirë, tani do thoni diçka, unë do ta them shumë shpejt, por ju do ta thoni 3 herë, në të kundërt. Nëse ti Fiori nuk e thua mirë, ai do t'japi një dënim ty. Okej. Ose anasjetas, okay? Dhe do thoni, një thes shitës që shet pas, del në shesh e pas shet. Po do Shumë ta e thuash, jo, do ta thuash 3 herë shpejt e shpejt. Një thes shitës, Një shitës që shet pas, del në shesh e pas shet. një thes shitës, dele tha, nuk e them dot, jo, nuk është shumë e gjatë. Asun se tham, se e kam bërë provë edhe në shtëpi këtë pyetje, s'kam Po mujt shumë e me thjeshtë. Në- Një thes shitës që shet pas, del në shesh e pas shet. Një thes shitës që shet thas, Del del në në shesh e thas shet. Shet. Një thes shitës, Ajo, do shazë, ta thua, nuk e them hajde. dot, jo, nuk e As ti them nuk do përpiqesh? dot. Dënim të dy na bë. Dënim? Po, nuk e them dot asun. Mirë, okay. Unë e thash herë, dënimi vetëm. Atëherë, unë ty do t'jap një numër telefonit dhe ti do ta marrësh në telefon dhe do më shash mua. Okej. Okej? Kurse për ty do ta mendoj tani dënimin. Po, a i njoh unë persone? E njeh. Nuk e njeh, po ti do ta marrësh telefon dhe do më shash mua. Është figurë publike. Po më thot ai mua, ku të njoh fund ty mi motor? S'ka problem. Do ta marrë I ke thënë ti që jam unë këtu? Jo, Pak, se ta kam bëjmë thënë, çik nuk i shumë. kam thënë. 068 55 Po ky s'mjef mua me motor. Nuk ka problem. Ti do ta marrësh dhe i thuash unë jam e ftuar në një emision, thuaj do më shash mua. Po me vavoçë që edhe kamera ta dëgjoj. Na.
Sa hap ka. Sa i ndershëm që ka Ky do jetë ky. me gruan. Jo. Që ka shumë i ndershëm. Do marri mua kur t'ikin në shtëpi, ti them fal, po. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Alo. Me Anduelin flas? Po. Më fal që të shqetësoj. Unë jam Fiorentina. Kush? Fiorentina, Halili. Po. Mbase nuk më njeh, po unë jam e ftuar në një emision edhe mu desh të merrja në telefon për të të thënë që ajo Silvana Bushati, pas ka qenë njëra ajo që më ka lënë 4 orë në pritje për në emision të vetë dhe në fund më anullon. Po si shpjegohet, se isha e ftuar me ty? Pse është kaq e ndyrë? Po shumë mirë të ka po. Po pse është kaq e ndyrë ajo? Pse më ka bërë shumë mirë? Ja pa ndyrë, së Silvana me ja vashje, nuk është atë qari e Silvana në të shajtë. Po, Silvana e ndyrëshme se unë e njoh Silvana se e kam pas edhe komshia, ishte kështu pordhatëse madhe. Bënte sikur ishte shefja pallatit. Po, ajo shefa ashtu si në ti. Se di ajo me kë ka të bëj. Po pra, ja, nëse të kalon të prit atë realisht ta ka po mirë. 4 orë, more, duke pritur. Po pra. Po mirë, po mos u ankohet, se 4 orë nuk janë shumë, kupton. Si 4 orë si janë shumë? 4 orë më kisha bërë shumë gjëra, more. Se konceptesh, motër 4 orë, mjafton që mas 4 orë të përgjigjet, të jetë korrekte mas 4 Po orë. fare, ajo se bëri fare këtë gjë, po gjithsesi ti u tregove djalë shumë i respektueshëm edhe shok shumë i mirë, shumë besnik ndaj Silvanës. Po unë motër... Hë vllai. Hë vllai. Mirë, mund ta përshëndesësh pak Silvanën, të lutem, se këtu e kam edhe po të dëgjon. Kështu që ta përshëndesësh. Të përshëndes, që si e mirë. Duhet të përshëndesim edhe faleminderit. Hajde me nërë qash. Ta pa qa borqë. Nuk është shumë. Pafshim. Tani të nimi një pjati Fjori. Që të më heqë mu përgjësi sherrë një javë të shtëpia. Po që do japi Fjori, dinim të tapim këtë me ekstra. Jo, prit se kam unë dënim, që thua ti? Jo, në rregull. Ajo përpoq, të su Veç mos përpoqe. më bën mu qo për këtu se. Nga ka patletet pis. Dënim, ke hedhe njëre foto me femra në Instagram? S'ka mas si femër përveç Silvanës. A ke hedhe? S'ka me hedhë. Nuk e Se hedhe, nuk ja kam- do ta hedhësh një me mua. Po. Po hedhë. Bëje tani, I, ta hedhësh. prit e bëju. Edhe thua Fiorentina Halili. Thuja dy Po të bëj me veten, more, nuk thua qysh se s'po të bëj të marrësh e ti në telefon dikë tjetër, më mirë me mua. E bëjmë bash foton, ja. Këtë doni unë derisa kam pranuar më orë këtu, do e Kurda. bëjmë. Ashtu, shkruja të dua shumë. Jo, të dua shumë, jo, do ta shohim një çik. Do ta postojmë në kështu ndryshe. Zuar, fotoja u hodh Fjori. Po, Tani në i futbolist do të shkruaj me pa tjetër. inshallah. Zotë. Se duket sikur jam si e përvëluar, po bëj shaka, a? E Mirë, bëjmë me qënë se jemi tek futbolistë. Jo, me qenë se jemi këtu të shakat, ne e kuptojmë Fjorin që bëjmë shaka, sepse Sigurisht që pa. kjo është emisioni vetë i atij. Është emisioni Fjori tillë nuk është se s'ka është kërkesa. për qeshur, kështu që mirë, më thua një futbollist i kombëtarës që ty vërtet pëlqen, nga aparenca jashtme. e kam thënë unë, Rim. Rejmane, ose pëlqen. Rejmane, është gafir, jo? Do të nga lushnja, do të futemi mik. Ose ma përmende Fjerin për motër. Jo Fjerin, jo, është nga lushnja. Nga lushnja. Ke parë në ndeshjet kombëtarës, e ke parë Rej nga afër? Jo, nga afër e kam parë në për klabe, kështu, po jo të shkoj të shoh. Mirë, ti e frekuenton shumë jetën natës, sigurisht që ke punuar edhe natën. Sa shpesh vinë futbollistat dhe si është një ngacmim tipik i tyre ndaj vajzave? Po, dëgjoj, këto që janë me emër shumë, nuk është se bëjnë ndonjë ngacmim kush e di se çfarë, flasin me kode. E shiko sa jo. Ma shiko me njerëz, domethënë ku njihen, kurse këto që janë futbollista që sapo kanë dalur në jetë, që nuk është se i njeh njëri, mund t'i njohim, po shumë pak. Gacmojnë, nuk është se s'gacmojnë, po që mua në përgjithësi më ka ndodhur shumë shpesh të
Jo, du ta korrigjoj Fiorin. Po problemi është këtu se nga s'më gjithmonë ato më të vegjëlit ku ti çoj unë në motor ti rris. Fiori thot me emër të madh. Ne s'kemi ndonjë super emër të madh këtu në Shqipëri. Janë gjithë lojtarë që lozin nëpër nivele edhe ku lozin jashtë kampionatit shqiptar, lojtarë që ne na duken sikur lozin nivele të larta, domethënë dikuj që nuk merr vesh nga sporti. Kurse ne që marrim vesh nga sporti, kurse lozin super nivele. Okej, niveli më i lartë është me lyt me kombëtarën. Po edhe na duket ne sikur janë futbollistë super të mëdhenj, nuk ka super të mëdhenj. Se edhe këto që lozin Super Ligë shqiptare ka shumë lojtarë që janë. Ose nga që nuk i shohun këto super. Po nga që nuk e njeh ti njeh vetëm kombëtarën njeh. Aty bëj si tifozo. Aty bën si tifozo, prandaj. Ne themi që edhe hysa i luan në ekipe shumë mirë. Po, ti je për pastaj një që mua më ka pëlqyer shumë dhe që më ka lënë bresa është edhe ky Mita, jo? Më pëlqen edhe ky. Po, është Mita. I mirë është. Mirë se luan Dubai. Jo, më është i mirë, unë e kam parë kështu si futbollist, çoni urt më duket. Pastaj nuk e di, më fush më duket të bish më Po. I urt që s'bën llafe. Po është më i vogël se ti me moshaj. Nuk Po gjithë më të vegjël se unë janë, më arrit njëri, mua ndonjëherë më duket vetë se u kam lindur në shekullin Xix. Edhe kur ke qenë te pjesa Big Brotherit, Olsi, që ne tani nuk duhet as ta diskutojmë, sigurisht e kemi pjesë shoqërisë tonë, ka qenë futbollist më shumë. Pa futbollist. Pas ka lënë me Mbresa atë. Me sa di unë atëherë ka pas los me para se tu fuste në Big, kishte ko pastaj që e kishte lënë, e di që ka pas lozur me Egnatian, në mos gaboj. Po jo, inshallah ka lut me ne ekip tjetër me emër të madh, se Egnatia 2 vjet ekip kohë. Mirë, jo, po s'ka qenë pra ekip kush e di se çfarë. Sa vite u bën nga Big Brother i fundit? U bën 8 vite. 8 vite. Para 8 viteve Egnatia ka qenë lagje. Po pra këtë po të them edhe unë, që ka qenë në një lloj ekipi që nuk se e njifte kush. Nëse do ishe sërish në Big Brother dhe do ishte një futbollist pjesëmarrës, a do krijoj edhe ti një lidhje me të? Nëse do kishe pëlqim flirtë, sigurisht do tentoje të kishe një lidhje me një futbollist. Po shiko, unë jam një vajzë shumë transparente, që pëlqimet e mia i shpreh, nuk e se nuk i shpreh. Nëse do kisha kimi, pse jo? Pastaj varet se si rrjet situata, si shkojnë gjërat. Se mund ta pëlqej unë, mund pëlqen edhe dikë tjetër për shembull aty. S'do insistoj, po. A do ishe ti një nga këto vajza që mund të bëje ti hapin e parë drejt ti? Po sigurisht që po, pse kur pëlqen dikush, pse duhet të rishem? Se kam këtë lloj ngërçet e vetja. Unë kam lënë 6 muaj pending që ta di kështu futbollistin këtu. Pra atë ka qenë një futbollist që ka luajtur me vllaznin, me ekipe shumë mira në Shqipëri. Edhe pjesa Rogozhinës ka qenë dikur. Po, edhe unë kam qenë pjesa Rogozhinës, por që më ka lënë pending, por që nuk du të hyj më shumë histori, Sofjor. Se e lodh shumë, s'ke fare, kuptoj. Du ta lejmë pending te Silvana, edhe më mirë ta lejmë kështu. Mos të hyjmë se ashtu po na dolin zonën. Se këtë pjesën tonë e din vetëm rrethin ngushtë, kupton, edhe du ta lej aty. Shiko, përderisa ju të dy keni marrë përsipër të jeni personazhe publik deri diku, do të thotë që edhe jetë private mund të keni, po deri diku. Kështu që ne bëjmë jetën shumë private, o Fjor, sepse ndonjëherë mund të hedhim ndonjëherë shumë rrallë hedhim fotojnë bashkë, por që me dhënë drejtën unë zajrë shoh Silvanën me ty. Silvana, po, unë e moj private, por Silvana nuk e moj. Po, mirë. Tani për hir të vërtetës, unë që nuk e mbaj private s'kam gjë të fsheh Fjori dhe dalim tek ajo që futbollistat janë çik kështu televizor, ë? Shiko, Ja, unë gjithmonë të kuptoj, sepse unë gjithmonë kam thënë që në jetën time nuk do doja kur një partner futbollist, sepse duke marrë parasysh se çfarë jetë bëjnë futbollistët, nuk e kam dashur kur. Po për fat, futbollisti më ra për pjesë. Po, se më drejtën unë po ta marrësh jetën para shumë viteve edhe mund ta kena pas pak ndërlikume, por që kur vjen një moment kur shtohesh me fëmijë, bëhesh familjar i rregullt, ta garantoj që futbollistët janë familjarë më të rregullt që në njerëzit që janë publik. Nuk kam dëgjuar kështu. Jo për ty, po në përgjithësi flas. Kur dalin këto të huajt fare që thojnë e tradhtovi filani fisteku në ata të unë nuk kam folur shumë. Si shef kush. Nuk kam folur shumë për intervista, deri diku kam folur për familjen, por që për hir të vërtetës unë që shumë e re kisha ëndër të kisha një burr futbollist, tani që kam sigurisht jam edhe jam shumë e lumtur.
Dhe jam një nga të tifozët që nëse luan në fshat, në qytet, në rreth, në kudo që të luaj, unë shkoj e ndjek. E mbështet. E mbështes, gjithmonë po. Edhe vajzës time ndoshta nesër sigurisht do pëlqente që ta kishte një burr futbollist, pse ja. Kështu që Fiori nuk i e vonë. Janë të fortë. Këtë të fortë. Në fush. Në fush, e di unë që ti për fushën flet për herë, po sigur ke luajtur futboll edhe vetë. Po, mu kam lozur futboll. Portiere, ë? Portiera. Kur luanim tek lagja me Fiori, se ne kemi qenë komshi, gjithmonë Fiori ka mbajtur pozicionin e E portierës. portierës. Prisja topat. Po nuk e spora se e ke lënë shpejt pra futbollin. E do është me vazhdu pra. E kam një 6 muaj që e kam lënë. 6 muaj po e le 6 muaj kalon 6 vjet. Mos ja shoh më syt. Sa jemi në rritje në sot në futboll? Ja u sugjeroni fëmijëve të rinjve që të ndjekin fushën e futbollit? Pra të mira që neve na i ofron futbolli dhe gjëra që jo kushte që ne nuk e kemi në shtëpi. Se po flasim kaq shumë për futbollin sa që po unë nuk mërzitem ndonjëherë të fol për futbollin. Po unë gjoja por që kam bërë të fëmijët sa po kanë mësu, kanë menu që din me luajt futboll, i kam çu edhe i kam të dy fëmijët në futboll. Unë i sugjeroj gjithëve që të futen fëmijët në futboll, se sa më shumë ti jesh pjesë e sportit, je shumë më shumë i avantazhuar në shumë gjëra. Ose më ndryshe, sa e vështirë ka qenë në kohën tënde kur ti ke filluar futbollin me kushtet që janë sot për Koha kur kam filluar futbollin ka qenë kohë tjetër, se s'kena mujt me dalë as jashtë shtetit, edhe është me nxjerr vizë 500 vjet me morë vizë për me dalë jashtë shtetit, kur tash janë gjitha mundësitë për çdo lloj fëmijë që ka ëndër për më bë futbollist, edhe që dojnë me ecë para. Unë kam të fëmijët e mi, ju përkushtohem shumë, në çdo herë që jam pushim dyçtune, e shkoj, i shikoj, i shoh nga afër, sot isha me vajzën, edhe kam kënaqësinë më të madhe kur i shoh të vi. A është një kosto shumë e madhe sot me kohën që ke filluar ti, sepse dikur kur ti ishe, nuk ishte një kosto shumë e madhe për shpenzimin ndaj kurseve të futbollit, ndërsa sot ne e dim gjithë se... Sot është bëha shumë e theksuar, sidomos këtu në Tiranë, i kanë çuar çmimet në stratosferë sikur çfarë po bëjnë, sepse 2 orë stevitje bëjnë edhe nuk është se bëjnë një stevitje me shumë rregulla, por që në rrethet tjera është shumë më mirë, sidomos në Shkodër. A është e thjesht të jesh futbollisti i mirë sot me këto 2 orë stërvitje, apo në kohën tuaj që sigurisht që luanit në përlagje me shokët, bënit dhe stërvitjen? Tu në Tiranë është shumë e vështirë për më bë futbollist, tu duhesh me pas fat mall për më bë futbollist. Edhe mik duhet me pas se... Sa ndikon miku tek futbolli? Tam drejten, unë edhe me ty flas se po bëjmë... Ne zjemi gjithmonë, kjo është konflikt familjar për futboll. Kjo është konflikt familjar, unë për veti nuk do të futem mik për asnjërin prej fëmijëve të mi, se në qoftë se unë futem mik për fëmijët e mi, i bjen që një që është i aftë pak më shumë se këto, i bjen që ai të ngeli e të ecin këto që janë me mik. Unë nuk jam partizan i kësaj. Në qoftë se djali jem nesër e meriton që me luajt, inshallah bëhet lojtar i madh. Në qoftë se nuk e meriton, të rinë stol, ta lejnë sportin, gjejnë punë tjetër. Unë mendoj që ndonjëherë fitojnë më shumë ato që kanë mikun, që kanë lekun. Mendoj dhe talenti asnjëherë nuk Te kjo do t'i vlerësohet. them Fiorentinës që është tjetër gjë puna që bani ju, tjetër gjë edhe ti je në Big Brother për shembull, që edhe në Big Brother Edhe ose në Big Brother me mik me mendoj që mik mund ose tjetë. tek ai emisioni që ishe ti, se nuk du t'ja përmend emrin, edhe aty funksionoshin gjëra shumë ndryshe, ne ngojo shohim gjëra të tjera, kurse mendja janë gjëra të tjera. Edhe Fiorit i them që kur do të marrësh pjesë me një reality show, duhet të kesh shumë mbështetje nga jashtë, duhet të kesh shumë gjëra në vijë që ti je që të bëhesh dikush. Mirë, sigurisht edhe unë kur u futa tek ferma, unë kisha mbështetjen shumë fort nga jashtë, po kjo s'do të thotë që... Ti kishe mbështetje nga jashtë sepse kishe njerëzit tuaj nga jashtë, që mbështeteshin në çdo aspekt, kurse atje brenda ishin shumë gjëra mbrapsht, unë s'do të hyj asaj teme, por që edhe Fiori nëse futet nesër Ka ndryshuar koha. Ka ndryshuar, jo. Se para 2 muaj ishte Po si kohën bona jo, te firma. po flas për veten time, ka ndryshuar shumë. Koha që kam qenë unë atëherë dhe që u bënim Big Brother dhe që ka qenë gjë tjetër në kohën e internetit atëherë, që të mbështesnin dhe njerëzit ishin real dhe është gjë tjetër tani kur them që çdo gjë ecim me hapin e kohës, ecim shpejt domethënë. E kupton, edhe ka ndryshuar koha. Prandaj edhe kur përmend mikun,
që unë them duhet mik, tani, ashtu është e vërtet, si në futboll, si në një reality show, si në një televizion që të futesh, çdo gjë marketing, ke lekun, ke mikun, futesh, ai që s'ka talent, ai bëhet futbollist me emër, ai që ka talent, ai lihet në stol. Të paktën nga çka kam dëgjuar edhe çfarë di. Unë marrë shkas nga Silvana, për shembull, siç ishte ky emisioni i fundit, edhe Silvanës nuk i mungote leku, por që ne nuk e meshim, nuk e menduam që do bote aq padrejtësi e madhe sa që tu fuqin njerëz me nxjerr me dorë, po të qenë si ka kjo se e shku me harrume, i themi ne. Nuk e di, domethënë pse gjithmonë kap këtë. Ne po flisnim për futbollin. Jo, po marr Dhe për futbollin, në këtë rast, unë nuk e se po të sulmoj ty edhe po të them që shiko se ti je futur me mik. Unë po them që në realitet kështu po ndodh. Po kështu po ndodh, po nuk është Në diçka. futboll. Bëri diferencën e të qenurit një sportist profesionist me marrjen e pjesë një reality show, pra si që isha unë pjesë apo si që ke qenë ti. Sepse tek ne ndodh politika ndryshe, sepse sigurisht do t'jesh në qendër vëmendjes, duhet të bësh ato që ato ty të ofrojnë. Ti pak më parë më the që unë asnjëherë nuk kam bërë kompromisa me asnjë. Pra je koshjente që neve nëse futemi duhet të jemi me lapse me letër siç na komandojnë apo jo. Pra për shiko, nuk e pranoj këtë gjë, domethënë nuk e dua që të ndodhi kjo gjë, që të futem aty brenda dhe të më thonë që ti do bësh këtë gjë. Nuk e do, por për hir të vërtetës ashtu është. Ashtu ndodh, sigurisht, po që. Pra ky bëri diferencën. E një lojtari që okay, ti mund të futesh me mik, por sigurisht kur nuk jep, nuk ka çfarë të japë dhe nuk funksionon leku, ndërsa e kundër tek ne që leku funksionon edhe Te lojtari për shembull e nxjerr stadiumi jashtë në momentin që ti nuk din me lujt, je fut me mik, ke shku deri aty, nxjerr stadiumi jashtë sepse kur çojnë 10.000 veta të shohën kor, i bën që ti bjen moralisht edhe ai që të ka fut thot nxirre këtë thot se nuk bën. Tjetër gjë është kjo që bani ju, edhe mirë, unë pra vazhdoj që ndroj që nëse nuk ke mikun edhe lekun në Shqipëri, çdo lloj talenti humbet edhe unë nuk jam dakord me këtë, sa t'jallon mundësia gjithëve për me ecë spora. Po, ti ke bashkëshort në shtëpi apo ke konkurrencë? Ne kemi konkurrencë në familjen tonë. Te kjo pjesë kemi shumë konkurrencë, sepse unë jam du që të ecim drejt te kjo pjesa e sportit, se e di që dhe me thonë me pas talent edhe mos me të lënë ndërhyjet me ecë spora. Mjaftë i qartë. Një gëzuar për gjithë talentet edhe për ata që nuk kanë mikun edhe lekun, po ecën përpara, po jam e bindur që pa lek nuk funksionon asgjë. As i vet. Nëse ti do merrje një ftesë nga Big Brother, do ta pranoj apo do ta refuzoje? Silvana, unë nuk merr, as nuk du ftesën nga Big Brother. Nëse do e merrje. As nuk do ta marr, vetëm ty do të shoh. Kur do që të marrësh ftesë ti, unë jam rrapa ti. Do të më fusin Big Brother, me zonë. Po futu, provoje. Tashi që ti nuk do futesh Big Brother, inshallah i bie Fjorit ftesa, edhe uroj shpresoj që t'i vi një ftesë, edhe ne do na ketë shumë mbështetje nga jashtë. Ua, E shikon Fjori, gjithë bota skuadrën. Them drejtën, Fjori se na përmendën skuadrën. Kur ishte Luizi në Big Brother, Silvana e din unë ka marrë gjithë ekipin, kemi shku me votu është e vërtet. për Luizin. Nuk kam pasur Me si pëlqime është çdo gjë. vetëm se kam pas shef me mbështet, edhe na pëlqet gjithëve si ekip. Me pëlqime është çdo gjë. Fjori ka konflikte interesash, nuk e do Luizin. Nuk e pëlqen Luizi. Fjori ko i gjatë. Nuk më pëlqen personi. Nuk e po pëlqen që si jo- person, po loja Jo që për ka lojën, bërë lojën aty. që ka bërë ai ka qenë i pari. Unë e vlerësoj lojën e atij dhe e votoj. Pse jo si person atër? Ai dha gjithçka për publikun. Po është ajo për që thash, me kimi, Me çdo kreshët gjë. i fozët ti. Atë ka, kur ka qenë Luizi. Mua më kanë thënë shpesh atëre që ngjaja me Olton. Nuk kam qenë me Olton, po ngjaja shumë me Olton. Edhe duhet ta mbështesja. Por asaj kohe nuk kam mbështetur asnjë. Më pëlqente shumë Efi, asaj kohe, mënyrën se si loste. Edhe kaq, thjesht e kam pëlqyer. Femër e fortë. Kam drejtën tash i shoh këtë Fjorin, duket si kur e ka motër Olta. Olta Gexharin? Po, Po ta shikosh kështu me vëmendje. sa i ndyrë. Ore ti, mos më bë të lëshoj perla nga goja. Duke njohur shumë mirë këtë ata me tendencë. Po e di. E keqe Jo, domethënë. unë nuk e thash me tendencë.
A thash po ta shikosh, për shembull në ultën se kam po në nga afër, po që ja po shoh, po bëj dy krahasime. E po është i ditë në televizor, ja po shoh edhe Fiorin kështu live tash, më duket sikur kanë ngjashmëri. Po, motrat binjake. Jemi binjake, se di. Hajde si bën për e gëzuar. Hajde gëzuar. Fiori, po ndjesh rehat të sofrariut, është një mbështetës shumë i mirë në këtë emisionin tim, në këtë rrugë tim. Po, jo po ndjem rehat, po edhe po pi, se zakonisht unë as nuk pi alkool. Jo, Po- ti punon edhe jetën e natës. Punoj në jetën e natës, por nuk pi alkool. Sa e frekuentojnë tashmë njerëzit jetën e natës? Po, dikur ka qenë ndrysha. Në qofë se mund të them 100%, tani mund të them 85% që e Çfarë- frekuentojnë. Çfarë ka ndryshuar dhe pse ndodh kjo? Po shikot, unë do flas pa filtra fare. Okej, ashtu duhet. Të gjithë çunat që kanë lek, që kanë pasur lek, nuk e pëlqejnë më jetën e natës që të dalin siç kanë pas dalur atëherë, edhe shpenzonen, vinin, dilnin. Iku ajo kohë. Tani të gjithë këto janë mçefur. O preferojnë të hikin në borë, të hajnë një darkë, të mblidhen me shoqëri në shtëpi, Ose janë burg. ose janë burg, fix. Kurse ato që e frekuentojnë tani është mosha 20-25 maksimumi, çunat e babit. Që vinë edhe me lekë të babit, blinë koltukun. Kështu është bërë jeta e natës së fundmi. Unë u bëra, domethënë 3-4 muaj që e lash, nuk po merrem më. Më duhet pak rikuperim nga sezoni që pata shumë të vështirë atje ku vajta punova. Edhe nuk e di tani se si po funksionon, po që Angazhimet e tua momentale, ku do të çojmë? po në Tiranë, në palestër, vërdall, në palestër, po, edhe punën që kam ditjava, nuk Pjesë për e momentin. ekranit, jo. Pjesë e ekranit kur më thrasin. Që kur dua dal, kur s'dua, them, nuk jam këtu. Kush është justifikimi jot i parë kur nuk do të Jam ndodhem jashtë Tirana, nuk jam në Tiranë për momentin. O zoti ma, do të më kishe mua komshie të merja me zë. Kur nuk kam nerva të dal në ekran, them, nuk jam në Tiranë. Ose më përdor dhe justifikimin janë shumë smur. Edhe bëja të zërin. Vezi e Pra, për smur. gjithë ato që shikojnë sot, kur ti ta bësh zërin ashtu, dije që është gënjeshtër. Po tani do më kërkojnë termometër. Më thuaj diferencën nga një vajzë që preferon jetën e natës me një futbollist që sigurisht ka bën një jetë qetë, një jetë shumë normale, si e mendon ti? Diferenca? Shiko, unë kam pasur në krah një person që ka qenë futbollist dhe nuk e frekuenton të jetën e natës, nuk pinte alkool. Ishte një periudhë që thotë, s'ke turp, thoshte mua, ti del natën. Derisa, Dhe çfarë bën, si ndodhe kjo? Ti dile për natë, ai rrinte në shtëpi? po unë kisha punën në atë periudhë që punoja, edhe po shiko, ka të bëjë edhe besimi pastaj te personi që ke në krah. Sa besim ka? Unë jam një lloj, unë në punë jam shumë serioza. Kam një lloj, jam shumë e egër. Njerëzit më thënë që kur vinin për shembull njerëz në klub, edhe më shikonin më thonin qesh pak, se je shumë e A ka egër. ende Na njerëz që trëmbe. vinë klub me shapka me gisht? Në sezon po. Kurse këtu nuk i lë njëri të futen. Në sezon po. O me tuta? Po, në sezon po. Me tuta në pantallon të shkurtra tuta, se me tuta atje është vap, s'ke ku çu, kurse këtu në Tiranë jo, nuk besoj. Në periudhën e dimrit në sezon jo, nuk po dhe vetë ai nuk e koncepton do të vi me tuta, se e di që nuk e lën njëri. Do ta marri rrugën kot të vi deri në klub të shkoj, do thotë, më mirë shkoj vishëm që mos ta bëj rrugën 2 herë. Fiori, ne jemi mësuar që të kemi parë gjithmonë në jug, në sezonin tënë që ti punon. Këtë vit ishte në veri, si u ndave, marrëdhëniet e tua me veriorët? Shiko, jugorët janë të ashpër, kanë pak atë të folurën të rëndë, por veriorët ishin ku thriste qameti, unë vetëm të rrifja me të kapja për lesh koke. Kjo më kishte ngelur, të rrifja. Nuk dua t'i cilësoj të gjithë ashtu, se ka edhe njerëz që kuptojnë, po ka edhe nga ato që vetë personat e kanë thënë që jemi disi të trash,
që ishin të trash dhe nuk kuptonin. Kur thoja që ti e ke vendin këtu për shkakun, Tani sepse këtu të është trash si do ta marrim, se këtë stalere, Po ose edhe në dy të verior të trash, sepse pyll, po dera nuk ka. Të trash si ta marrim, se ne veriorët mbahemi për njerëz shumë që nuk të trash, atëherë ja ta shpjegoj. Pastaj se sa e merr ti ta shpjegoj, se sa e merr ti pastaj për bazë nuk e di, por të trash, kur them, jo në ato kuptimin që unë t'i ofendoj janë të trash nuk din, por nuk arrinin ta konceptonin dot që të vinte dikush nga Tirana edhe t'i bënte zap në vendin e tyre. Edhe ti thoshte, shiko se ky është vendi jote, dhe ti do ulesh këtu se këtu them unë. Dhe ai thoshte, jo, nuk do ulem këtu, dua të ulem atje. Do të ta nxirrte në kokë vet. Për këtë them të trash vlla, ti je këtu, se kështu them unë. Kjo është puna ime dhe e di unë kur do t'ull. Më thënë, kjo ishte ajo që them të trash, që nuk arrinin të kuptonin punën e tjetrit dhe që mund t'a vinin në siklet. Ja, ta mund t'a kuptonin shumë mirë, por thjesht nuk donin, jo se nuk e kuptonin. Po mirë, mbase edhe e kuptonin dhe nuk donin t'a kuptonin, bënin sikur nuk e kuptonin. Tash bërë lek nuk bërë lek në veri, se ne jemi kavaliera shumë mirë. Ju jeni kavaliera, po unë ashtu si qika ashtu erdha, se ne tiranësit mbajemi që e prishim lekun. Unë si qika me dur në gjep, ashtu këtë Erdhe pa gjepa fare. pa gjepa fare të grisme. Një pyetje Fiorentinës, ke për i bërë sot? Hajtë, më duke qenë se unë ta bërë aty që parë. Nuk do të bëj mua kjo mundësi, kështu që shfrytëzoj e mirë. Në Tiranë jetojmë, në Fiorentinë inshallah e takojmë prapë inshallah. Mos të vjen më mundësia në ekran, se në Fiorentinën sigurisht e kemi brapa kamerave do mbosh pyetje sa dush. Që po më thu nuk je oftë, unë jam i oftë me po pyetje. Jo, tash nuk e jap si ne që jemi pjesë e ekranit përditshme, jo se ti nuk di të bësh pyetje. Jo, e kam fakti pyetje për Fiorentinën se Personale. se Prehu. e njohim e kam mikesh timen edhe më ka turp me pyet kështu tek më mirë ta pyes shumë në ekran Më thuaj. Nëse unë e di se çfarë pyetjet. Edhe Fiorentina që rrisi gjëna. Jeto e prit pyetjen, Po të po, përgjigjesh. jo, thuaj. Jo, thjesht i pyetje është pak personale, Jo, por mos që ka problem, thuaj. duke qenë si ti edhe ale me të vojzët, Faleminderit. themi në Shkodër. A tu do bje spata në mjallë? E zeza, më zure ngusht, mora. Po, përgjigje pa filtra, si shdim ti? Pa filtra. Pa. Zakonisht këtë pyetje më bëjnë gjithë. Mua. Si përgjigje? Përgjigja ime është që më mirë vetë se sa me dikë që të nxin jetën. Mendoj unë. Po jo, ti në rregull je, po që... Shiko, të nxin jetën në kuptimin, pse duhet unë të lidh jetën me dikë, kur unë i kam gjitha, dal kur të teket, te nonat e baba, bëj çfarë të du. Sa qefi kam Si jap llogari kujt. Du me fol me 10 veta një konsish flas. Prit pa. A di sa qefi kam të Tiranë si tu flasin, te nonat e baba. Se po thon, kam kaq kohë si ri në Tiranë, edhe është Tiranësi i dytë që takoj. Tiranësi. Tiranësi. I dytë që takoj. Kena edhe i shoktunin që është Tiranësi i vjetër, edhe ti që je nga Tirana, se krejt jena të orhëm këtu. Hajde, vrakëzuar. Ka bërë etap me Silvan. Unë duhet ju falenderoj sot që ishit bashkë me mua dhe jeni dy të ftuarit më të lodhur që kam pasur në gjithë të sezon. Më të lodhur? Më të lodhurit. Them drejtën më Silvan, ti faleminderit që na ftove. Po na kishe bën një ftesë pak më shpejt, mos na kishe lënë të fund. Se kena marrë prej stadiumit, Fiori kohër nga puna. Jo nga puna, më dha, unë isha pushim, isha në gjumë. Fiori erdhi nga krevati. Nga krevati. I kisha, sa isha la, sa kisha dal nga dushi. O Fiori. Po shiko, të thënë nga Silvana, unë nuk e marrë për ofendim. Jo, pse me marrë për ofendim se e të thënë për shaka. Absolutisht, po e di që e thot për shaka, normale, kishte qenë ai tjetër, ti më thu më kështu të shkute ishte që do kishte ikë. E thash në kuadër shaka, sepse emisioni im është i tillë, qesh se është për qeshur. Sigurisht për ata që na ndjekin, ne do të jemi gjëra të qëna dhe të vërteta. Do të jemi dhe transparent edhe siç jemi në. Duhet të jesh pa filtra, mendoj unë. Kur del, nuk duhet të jesh pa kështu. Në foto i përdorin filtrat, ne për hir të vërtetë. Po më mëson foto gjithë i përdorin. Unë. Po, apo je nga këto Unë e blej, po unë e blej me atë programin. Muj për muj. E blej normale. Dhe forta është se kur më shoh në rrugë, më pëlqej më mirë se në rrjetet sociale. Tak filloi edhe zbus. E ul dozën. Shkon te natyralja, nga star në natyralja. Po te natyralja.
kështu që Ju falenderoj shumë edhe një Faleminderit. gëzuar edhe një herë. ta pi me fund, do ta pish me fund. Me fund. Direkt i thash.